Normalisht kontrollet e kardiologut duhet bëhen që në mosha të reja të paktën një EKG dhe një ekokardiografi, edhe ata njerëz që nuk kanë probleme, nuk kanë shqetësime, biles ato duhet fillojnë që fëmijë, nëse fëmijët kanë ankesa marrje fryme, nxirje të duarve, të buzës, atëherë patjetër duhet bërë një EKG dhe një eko. Edhe në moshat e reja, sidomos në moshat e reja janë këto shfaqje e disa nga aritmive të zemrës, duhet kryhet një EKG dhe një eko. Kurse për sa i përket sëmundjeve koronare të zemrës, ose infarktit, parandalimi i infarktit, ose sëmundjes arteriosklerotike të zemrës, atëherë normalisht rekomandohet kontrolle periodike për meshkujt mbi 40-45 vjeç dhe për gratë mbi 45-50 vjeç. Normalisht, vizita kardiologjike fillohet me kryerjen e shiritit të zemrës EKG-s dhe një matje tensioni, dhe më pas kalojmë te vizita ku mjeku pyet pacientin për ankesat dhe faktorët e rrezikut, që është hipertensioni, diabeti, hiperkolesterolemia ose kolesteroli i lartë, gjenetika dhe duampirja. Dhe më pas bëhet një vlerësim i pacientit me gjithë këto faktorë rreziku, kalohet te kryerja e ekokardiografisë. Te ekokardiografia shikohen lëvizjet e muskulit të zemrës, shikohen nëse ka probleme apo jo të valvulave të zemrës, dhe gjithashtu shikohen problemet konjunitale, nëse ka ndonjë problem të lindur tek zemra. Për pacientët që kanë ankesë një shtrëngim tekrarori, lodhje, marrje fryme, dhe e kanë të përshtatshme me qoftë tensioni, qoftë EKG, kalohet tek prova ushtrimore që na jep një mendim për sa i përket enëve të zemrës ose enëve koronare. Në qoftë se tek prova ushtrimore shikojmë probleme, atëherë kalohet tek koronarografia. Një ekzaminim tjetër që kryhet në poliklinikën e kardiologjisë është te holteri i ritmit për gjithë ata pacientë që kanë probleme të ritmit të zemrës, qoftë ankesa që i kanë pasur që më përpara, qoftë ankesa që fillojnë tani. Me këtë ne diagnostifikojmë një sër aritmish dhe në varësi të problemit që gjejmë tek holteri ose të llojit të aritmisë, gjithashtu jepet zgjidhje. Një nga zgjidhjet që edhe kryhet edhe tek spitali jon është studimi elektrofiziologjik ose djegja, ablacioni, shërimi komplet nga këto aritmi. Dhe ajo që është më shpeshta që bëhet në poliklinikën e kardiologjisë është hipertensioni, pacientët me tension nën trajtim të pakontrolluar dhe është vendosja e holterit të tensionit që bën matje të vlerave të tensionit për një periudhë 24 orë. Dhe mbas vlerësimit të gjithë këtyre ekzaminimeve, bashkë gjithashtu edhe disa analizave biokimike, sidomos kolesteroli, diabeti, funksioni i veshkave, funksioni i hepatik i mëlçisë, vlerësohet dhe përshkruhet receta për pacientin.